Shumë faleminderit gjithëve për urimet. Jam shumë i njohës që më shihni si deputet, por asgjë s'kam bërë. Duhet numëruar çdo votë. Si shumë numëruar çdo votë e partisë, ashtu duhet numëruar çdo votë e çdo kandidati. E jo vetëm që dalun fitues apo të kem unë në numrin e votave të mia, por që të marrë kuptim vota e popullit. Siç mori kuptim vota e popullit për partinë politike tani janë vendet e përcaktuara të partive politike në Kuvendin e Republikës së Shqipërisë, ashtu duhet marrë kuptim edhe vota e popullit për çdo kandidat. Një lutje kam tani që procesi është në nisje të tij, e që e bëra edhe në nisje të procesit tjetër. Lutja ime shkon për numëruesit e votave, do doja që të numëroni drejt dhe korrektisht çdo votë. Mos u bëni pjesë e proceseve që në fund të tyre do t'ju përballen me ligjin. Gjithsecili nga ne ka mundësinë edhe të kontrollojë online tani numërimin e çdo kutie votimi, po edhe të marrë video e çdo kutie votimi të numëruar. Pra fletëve të votimit të skanuar në kamera. Kështu që është e kot, çdo përpjekje për t'ia marrë njërit e për t'ia dhënë tjetrit, për t'ia marrë tjetrit dhe për t'ia dhënë një tjetri, është e kot, mendojmë. S'keni pse bëni pjesë e një procesi që në fund mund të ketë përgjegjësi ligjore për gjithë secilin që bën nga të tilla marifete. Duke filluar nga Kamza deri në njësi numër 5, që është njësia ku unë jam. 2 lysha është shumë. Keni vati në vesh këtë gjë, sepse me thënë drejtën, ka shumë vlerë integriteti i këtij procesi deri në votën e fundit.